Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për kuriozitetin e njeriut. Shprehjen kurioziteti është i dëmshëm, është koha ta kthejmë mbrapsht, të paktën në fushën e menaxhimit. Një lider kurioztar nuk është ai që mikromenaxhon njerëzit, duke dashur të dijë gjithçka dhe të përfshihet në çdo gjë. Në fakt, kurioziteti nuk është as pak një tipar negativ. Lider kurioz është ai që ka gjithmonë dëshirë të mësojë shumë gjëra, të shikojë vazhdimisht përpara, të kërkojë ide, përvoja dhe mundësi të reja, në mënyrë që të bëjë gjërat sa më mirë. Fuqia e kuriozitetit. Njerëzit që janë kurioztar nga ana intelektuale kanë natyrën e një sipërmarrësi, pasi ata nuk i pranojnë gjërat ashtu siç janë. Këta njerëz janë gjithmonë të gatshëm të marrin përsipër risje të kalkuluara, si dhe kërkojnë mënyra të reja për t'i bërë gjërat akoma dhe më mirë. Dëgjimi në mënyrë aktive është thelbësor për aftësitë e çdo drejtuesi. Ai ndikon gjithashtu në shfrytëzimin e fuqisë së kuriozitetit. Nëse një lider angazhohet në mënyrë autentike me të tjerët, me ekipin, kolegët, klientët dhe madje dhe me konkurrentët, krijohen lidhje njerëzore. Kjo do të thotë që këta lider janë në gjendje të kuptojnë më mirë të tjerët dhe nevojat e tyre. Empatia i bën ata më të mirë në përkujdesin që tregojnë ndaj njerëzve. Ata mbështesin të tjerët që të bëhen versioni më i mirë i vetes së tyre, duke i dhënë atyre mundësi në arritje. Të jesh një lider kurioztar nuk do të thotë që duhet të kesh të gjitha përgjigjet për çdo pyetje. Këta lider praktikojnë vetëndërgjegjësimin, duke njohur kufizimet e tyre dhe duke pranuar se gabimet janë një pjesë thelbësore e çdo rrugëtimi. Ata pyesin njerëzit e duhur, bëjnë pyetjet e duhura dhe dëgjojnë përgjigjet. Krijimi i një trashëgimie të kuriozitetit. Liderët kurioz nuk kanë ego. Ata i njohin pikat e tyre të forta dhe të dobta, si dhe e rrethojnë veten e tyre me njerëz të shkëlqyer. Qëllimi i një lideri të tillë është që të arrijë pikën në të cilën ekipi të mos ketë nevojë për kontributin e tij për të kuptuar objektivat. Këtu qëndron bukuria dhe të qenit një lider kurioz. Ata jo vetëm që janë vazhdimisht në kërkim të mundësive dhe ideve të reja, por gjithashtu janë të gatshëm të ndihmojnë të tjerët në mënyrë aktive në rrugtimin e tyre të karrierës. Një emër i njohur identifikohet me citimin: "Unë nuk jam shumë i zgjuar, as nuk kam ndonjë talent të veçantë. Thjesht jam shumë kurioz." Ky emër i njohur është Einsteini. Dhe shikoni se çfarë arriti ai, duke revolucionarizuar kuptimin ton për hapësirën, kohën, gravitetin dhe universin. Një mjedis ku mbizotëron kurioziteti. Kurioziteti ka të bëjë me të bërët e pyetjeve, por pyetjet duhet të jenë të duhura dhe përgjigjet duhet të dëgjohen. Në të kundërt, nuk do të kishte kuptim. Shumë persona do ta kenë të vështirë të përshtaten në një mjedis të tillë. Truri i tyre është i rrënjosur me zgjedhjen e rrugës më të thjeshtë për të bërë gjërat, jo rrugës së duhur. Megjithatë, duke ndërmarrë hapa të ngadaltë në llojin e pyetjeve që bëjmë, ne mund ta sfidojmë këtë realitet dhe të inkurajojmë ata të ndryshojnë. Pse bëjmë punën në këtë mënyrë? Cilat janë alternativat? Çfarë mund të bëjmë për të tejkaluar pritshmërinë e klientëve tanë? Çfarë do të ndodhte nëse do të ndalonim së vepruari në këtë mënyrë? Cila është mënyra juaj e të menduarit? Të gjitha këto janë pyetje të fuqishme të thella dhe janë në mendjen e çdo lideri kurioz. Në vend që të pyesni kush e ka fajin, është më mirë të pyesni çfarë mund të mësojmë nga kjo situatë? Pyetjet nuk janë mbrojtëse apo gjykuese, ato janë reflektuese dhe orientuese drejt së ardhmes.
Kuptimi i një kulture kurioziteti. Duke udhëhequr me shembullin e tyre, liderët kurioz do t'i nxisin edhe të tjerët që të jenë kurioz. Ata do të ushqejnë një mentalitet të mësuarit, i cili është i hapur ndaj asaj që është e mundshme. Ata do të nxisin një kulturë e cila bën pyetje më kurioze, e cila kërkon të kuptojë këndvështrimet të tjera ndaj qëllimeve dhe forcon lidhjet dhe besimin. Në një botë në zhvillim të vazhdueshëm, një biznes i cili mund të përshtatet me ndryshimin e kushteve dhe të reagojë shpejt, mund t'i krijojë vetes mundësinë për rritje dhe sukses të qëndrueshëm. Nuk duhet ndonjë zgjuarësi e veçantë për të parë se kurioziteti ka një rol thelbësor në arritjen e këtij suksesi.